Aktori Laert Vasili ishte i ftuar në emisionin Ndryshe në Top Albania Radio me Elona Duron dhe Salsano Rapin, ku foli si një nga finalistët e Big Brother VIP 4. A i ndau me publikun për jetimet më të forta nga eksperienca në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, duke theksuar sfidat emocionale dhe ndikimin që kjo aventurë ka pasur në jetën e tij personale dhe profesionale. Laerti u shpreh se ka marrë shumë dashuri nga publiku pas daljes nga spektakli dhe se aktualisht po eksploron projekte të reja artistike. A i theksoi rëndësinë e qëndrimit të sinqert me veten gjatë gjithë rrugtimit në Big Brother VIP, çka sipas tij e ka ndihmuar të fitojë respektin e publikut. Një pjesë e intervistës ju kushtua edhe marrëdhënies së diskutuar me Valbonën brenda shtëpisë. Ai e përshkroi si një lidhje të ndërlikuar me pëlqim fillestar që nuk u konkretizua për shkak të mospërputhjeve në karakter dhe qëndrimeve. Ka pasur luhatje humori, kundërshti në bindje ideologjike dhe një intensitet që përshpejton çdo gjë. Aty fillon njohja, martesa, divorci, të gjitha në pak ditë, u shpreh ai.